shihni fatin e Berishës mas kryezgjedhjeve? Që nuk fiton. Berisha e ka mbyllur ciklin politik. Shiko, diskutosh më për PD-n e Berishës është gabim për mua, sepse nuk rritet më shifra. Këtu problemi është do arrit do të Rama të marrë 7 mandate, unë besoj që e ka të pamundur. Atëherë nëse nuk merr 70 mandate dhe do të ketë nevojë për koalicion. Grupimi juaj do shkonte në koalicion? Po jo, mund të ketë edhe PD-ja nevojë për 17 mandate. Ne kemi thënë që ne bëjmë koalicion vetëm me PD-n pas Ali Berishën kandidat për kryeministër. Pas Ali Berishën kandidat. Po kjo është sigurt dhe duhet bie. Nëse ai insiston që të jetë kryeministër? Le të bashkohet me Ramën po do. Se unë me Ramën nuk bashkohem. Po ai me Ramën është. Gjithë mëkatet e këtyre viteve bashkë kanë bërë. Nuk kanë. Po Luli mendoni se ka pas ndonjë marrëveshje me Ramën? Luli se di as vetë se çfarë bën. Po të pyesësh Luli çfarë mendon për ato që bën, ti je i sigurt që Luli nuk di çfarë bën. Fatkeqësisht i kam dhënë 2 mundësi atë njeriu edhe unë personalisht. Në 2013 tani dhash prapë para 2 vjetësh.